Në prag të protestës që do të mbahet nesër në Tiranë për lirimin e ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, qytetarët e Vlorës shprehen në mbështetje të tyre, duke cilësuar burgosjen e ish-luftëtarëve si të padrejtë politike. Sipas qytetarëve të Vlorës intervistuar sot për Blu Televizion, ish-drejtuesit e UÇK-s nuk kanë kryer krime, por kanë luftuar për mbrojtjen e popullsisë shqiptare dhe për lirinë e Kosovës. Ata theksojnë se historia nuk mund të përmbyset dhe se ushtria çlirimtare e Kosovës mbetet simbol i rezistencës dhe sakrificës. Për lirimin e krerëve të UÇK-s. Po, jemi dakord. Mendoni se ishte e padrejtë burgosja e tyre? Patjetër. Po drejt, tani, po su analizojmë gjërat, po su shashitën, nuk e pse ta dënosh dhe tjetër, nda mash brenda. Do ta kapësh me gabim pastaj. Unë e kam të që fillim që ishte pa drejt. Mbrojtësi nuk dënohet. Ata e di vetë. O të kishit mundësi do të kishit marrë pjesë në protestën që do të zhvillohet nesër? Po të më qoj njëri vetë. Unë jam besonis, s'vete do të. Burgosja atyre është e pa drejt në qiellën tokë të përpiqen. Ata janë shembull për Kosovën, për Shqipërinë, për veten e tyre, për kombin. Dhe unë sa herë që i dëgjoj ata, edhe qaj kur bëhet gjyqi tyre. Është e dhimbshme, është e pa drejt. Atë që u kanë bërë atyre nuk ja kanë bërë as në ato kora, as në këto kora. Ata duhet t'i lërojnë një orë më parë. Turp të vi atyre që kanë quar atje. Ata duhet të këshin, nuk duheshin për mua, nuk duheshin futur fare. Sepse tjetri kur të bjemi qaf, detyrimisht je i detyruar do mbrohesh. Ata ishin në mbrojtje, nuk ishin në sudur. Po qa do bashkohe vetëm të më hipte fuqi Zotit i haja me dhëm ata gjukatësit atje që i hëngër të mas e hapër brënda, që i po i mbajnë kod brënda atje, turpi Zotit. Edhe gjukate lartë thot a i agës. Do thosha një fjalë tani, po s'ma lejon as etika e qytetarisë. Gjuna, duhet ishin liruar, shumë komë për para. Të shuj mua betë, se dua unë ajde mere ati se ashu. U vajti a i në shpi, së përbo madhi i vajti, nuk i vajtën këta. Ta ishin në mbrojtje. Protesta e 17 tetorit në kryeqytet pritet të mbledh qindra qytetarë nga gjithë Shqipëria, përfshirë edhe 10 vlonjat që do të jenë të pranishëm për të kërkuar lirimin e figurave kryesore të ushtrisë çlirimtare të Kosovës.